Përshëndetje nxënës, unë jam Kadria Arifi, mësimdhënëse në lëndën e matematikës nga shkolla fillore 7 Marsi në fshatin Opaj. Njësia mësimore që do të zhvillojmë sot është mbledhja dhe zbritja e thyesave algebrike. Atëherë, çfarë janë thyesat algebrike? Kujtojmë që tek një thyes, numri mbi vijën thyesore quhet numërues, kurse numri nën vijën thyesore quhet emërues. Atëherë, një thyes është algebrike në qoftë se numëruesi ose emëruesi i saj janë shprehje algebrike. Me thyesat algebrike veprojmë njëjtë sikurse me thyesat numerike. Do me thënë, vlejnë të njëjtat rregulla. Të mbledhja apo zbritja e thyesave kishim dy raste. Rasti i parë, kur thyesat kishin emërues të njëjtë, edhe rasti tjetër kur thyesat kishin emërues të ndryshëm. Të shohim rastin e parë kur thyesat kanë emërues të njëjtë. Atëherë, për shembull, kemi thyesat 2 të shtatat plus 3 të shtatat. Me që emëruesi është i njëjtë, numri 7, atë e përshkruajmë, kurse numëruesit i mbledhim. 2 plus 3, 5. Pra kemi thyesën 5 të shtatat. Ngjajshëm veprojmë edhe me thyesat algebrike, ku kemi 2x thyje për 7 plus 3x thyje për 7. Veprojmë në të njëjtën mënyrë, pra emëruesi është i njëjtë, atë e përshkruajmë, kurse numëruesit i mbledhim. 2x plus 3x është 5x. Pra kemi thyesën 5x thyje për 7. Të shohim rastin tjetër, kur thyesat kanë emërues të ndryshëm. Atëherë, ne kemi mësuar që kur thyesat kanë emërues të ndryshëm, së pari duhet të caktojmë shumëfishin më të vogël të përbashkët të emëruesve. Pastaj caktojmë thyesa ekuivalente dhe në fund mbledhim apo i zbresim thyesat. Kemi shembullin e parë, ku kemi thyesat 2 të tretat plus 1 e katërta. Shohim që këto thyesa kanë emërues të ndryshëm, prandaj ne caktojmë shumëfishin më të vogël të përbashkët të numrit 3 dhe 4, që është numri 12. Tani caktojmë thyesa ekuivalente me emërues 12, ku për thyesën 2 të tretat, thyes ekuivalente është thyesa 8 të 12. Do të thotë se kemi shumëzuar numëruesin dhe emëruesin e thyesës me 4. Kurse për thyesën 1 e katërta, thyes ekuivalente është thyesa 3 të 12. Do me thënë se kemi shumëzuar numëruesin dhe emëruesin e saj me 3. Tani, shohim që emëruesi është i njëjtë, atë e përshkruajmë, kurse numëruesit i mbledhim. Në të njëjtën mënyrë veprojmë edhe me thyesat algebrike, ku kemi 2x thyje për 3 plus x thyje për 4. Së pari caktojmë SHVP-n e emëruesve që është 12, pastaj caktojmë thyesa ekuivalente me emërues 12, kuptohet që thyesën e parë e kemi shumëzuar me 4, pra 2x herë 4 është 8x dhe 3 herë 4 është 12. Kurse thyesën e dytë e kemi shumëzuar me 3, ku kemi 3 herë x është 3x dhe 3 herë 4 12. Tani emëruesit janë të njëjtë, atë e përshkruajmë, kurse numëruesit i mbledhim. Dhe kemi thyesën 11x thyje për 12. Të shohim shembullin tjetër. Thot shkruaje shprehjet vijuese si një thyes. Nën A kemi 9 thyje për y minus 2 thyje për y. Shohim se të këto thyesa algebrike emëruesi është i njëjtë. Pra ata e përshkruajmë, kurse numëruesit i zbresim. Kemi 9 minus 2 7, pra thyesën 7 thyje për y. Nën B kemi 5x thyje për 4 minus 2x thyje për 5. Këto thyesa kanë emërues të ndryshëm, prandaj duhet të caktojmë shumëfishin më të vogël të përbashkët të numrit 4 dhe 5, që është numri 20. Tani caktojmë thyesa ekuivalente me emërues 20. Ku për thyesën e parë, thyes ekuivalente është thyesa 25x thyje për 20, kurse për thyesën tjetër kemi 8x thyje për 20. Tani emëruesi është i njëjtë, e përshkruajmë, kurse numëruesit i zbresim. Nën C kemi 2
thyje për 3x plus 1 thyje për 6x. Edhe të këto thyesa duhet të caktojmë shumëfishin më të vogël të përbashkët, ku është 6x. Tani caktojmë thyesa ekuivalente me emërues 6x për thyesën 2 thyje për 3x. Pra shumëzojmë numëruesin dhe emëruesin e saj me 2. Me që fituam tani emëruesin e njëjtë, atë e përshkruajmë, kurse numëruesit i mbledhim. Kemi thyesën 5 thyje për 6x. Dhe e fundit, kemi 3 thyje për x plus 2 thyje për y. Shohim që këto thyesa kanë emërues të ndryshëm, prandaj ne caktojmë shumëfishin më të vogël të përbashkët, i cili është x, y. Tani caktojmë thyesa ekuivalente, ku për thyesën e parë kemi 3y thyje për xy, do të thotë se kemi shumëzuar numëruesin dhe emëruesin e saj me y, kurse për thyesën tjetër kemi shumëzuar me x dhe kemi fituar thyesën ekuivalente 2x thyje për xy. Emëruesi është i njëjtë, e përshkruajmë, numëruesit i mbledhim. Të shohim tani disa detyra tjera nga libri faqe 37. Detyra e parë thotë shkruaji shprehjet vijuese si një thyes. Nën A kemi thyesat x të tretat plus x të tretat. Kanë emërues të njëjtë, atë e përshkruajmë, numëruesit i mbledhim. Do me thënë se kemi thyesën 2x thyje për 3. Nën B kemi 2x thyje për 5 plus x thyje për 5. Edhe këto thyesa kanë emërues të njëjtë, atë e përshkruajmë, numëruesit i mbledhim. Pra kemi 2x plus x është 3x thyje për 5. Edhe detyrat tjera janë të ngjashme. Kemi detyrën 9D që është 2x plus 9 plus 2x plus thyje për 9. Emëruesi është i njëjtë, atë e përshkruajmë, kurse numëruesit i mbledhim. Kemi 2x plus 2x është 4x. Do të thotë se të gjithë detyrat kanë emërues të njëjtë, pra atë e përshkruajmë, kurse te numëruesit e kryejmë mbledhjen apo zbritjen varësisht se si është dhënë në detyrë. Pra ne kemi zgjidhur vetëm disa prej tyre, të tjerat ju mund t'i provoni vetë në shtëpi. Të shohim detyrën e dytë. Teodora shkroi x thyje për 8 plus 2x thyje për 3. Dhe kur i mbledhi ajo fitoi thyesën 3x thyje për 11. Pse zgjidhja nuk është e saktë? Ku gaboi ajo? Atëherë ne kemi mësuar që kur thyesat kanë emërues të ndryshëm, ne nuk mund t'i mbledhim, por s'pari caktojmë SHVP-n, pra shumëfishin më të vogël të përbashkët. Ndërsa Teodora i ka mbledhur, do me thënë ajo ka gabuar. Atëherë, kur caktojmë shumëfishin më të vogël të përbashkët të numrit 3 dhe 8, ajo është 24. Prandaj caktojmë thyesa ekuivalente me emërues 24, ku kemi 3x thyje për 24 plus 16x thyje për 24. Emëruesi është i njëjtë, atë e përshkruajmë, kurse numëruesit i mbledhim. Dhe kemi thyesën 19x thyje për 24. Detyra e 5 thotë shprehjet në detyrë shënoj si një thyes. Mos u habitni edhe nëse keni më shumë se 2 thyesa, prapse veprojmë në të njëjtën mënyrë. Pra nëse thyesat kanë emërues të ndryshëm, së pari caktojmë shumëfishin më të vogël të përbashkët, ku shohim që këto thyesa kanë emërues të ndryshëm, prandaj kur caktojmë SHVP-n, shohim se SHVP e numrit 2, 3 dhe 4 është 12. Pastaj caktojmë thyesa ekuivalente me emërues 12. Për thyesën x të dytat, thyes ekuivalente me emërues 12 është thyesa 6x thyje për 12. Pra shumëzojmë numëruesin dhe emëruesin e thyesës me 6. Për thyesën tjetër, thyesa ekuivalente është 4x thyje për 12 dhe fundit është 3x thyje për 12. Tani pasi që gjetëm thyesat ekuivalente, mund t'i mbledhim. Pra kemi x të dytat plus x të tretat plus x të katërtat. Thyesat ekuivalente për këtë thyesa janë 6x thyje për 12
plus 4x2 për 12 plus 3x2 për 12. Do me thonë kanë emërues të njëjtë, atë e përshkruajmë kurse numëruesit i mbledhim dhe kemi 13x2 për 12. Ne kemi zgjidhur vetëm detyrën në A, të tjerat janë të ngjashme, ju mund t'i provoni vetë në shtëpi. Për detyrë shtëpie, mund të merrni detyrën e 4 dhe detyrën e 6 nga libri faqe 38. Kjo ishte e tëra, shpresoj që të keni kuptuar. Ju uroj suksese!